Kandidati i LDK-s për kryetar të PE-s Gazmend Mohaxheri, i cili synon mandatin e 4, ka premtuar ndërtimin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në qytet, një bibliotekë të re, si dhe ndërtimin e një parkingu 3-4. Në tubimin elektoral të mbajtur në PE, Mohaxheri ka rikujtuar disa prej projekteve të realizuara gjatë 3 mandateve të tij, si ndërtimi i sheshit Skënderbeu, ndërtimi i shtaturave dhe 10 shkollave të reja. Ndërkohë, kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku tha se PE-ja ka qenë gjithmonë bastion i lidhjes demokratike dhe sipas tij do të mbetet paralojë fitores në zgjedhjet e ardhshme. Duke quajtur Mohaxherin kryetar kampion, Abdigjiku vlerësoi punën e tij në 3 mandatet e kaluara. Ai Mohaxherin e cilësoi si model të qeverisjes lokale dhe simbol të përkushtimit me rezultate konkrete. Do të ndërtojmë edhe 60 kilometra rrugë asfalti në qytet dhe fshatra, 10 kilometra rrugë në zonën industriale, 80 kilometra rrugë në Bjeshtë e Rrugovës. Do të ndajmë subvencion 40 hektar mjedra, 300 traktor, 1,4 milion euro sera. PE-ja është qyteti që s'është dorëzuar asnjëherë, është qyteti që kur nuk është lëkundur, është qyteti që gjithmonë ka zgjedhur rrugën e drejtë. PE-ja ka qenë gjithmonë me lidhjen demokratike, PE-ja gjithmonë ka qenë me Rrugovën, PE-ja ka qenë gjithmonë me demokracinë, me lirinë, me vetë shtetin, dhe kështu do t'jetë edhe për 4 vite të ardhshme. PE-ja do t'jetë me Gazmend Mohaxherin.